Fillojmë më gjerësisht në këtë edicion informativ këtu në ekranin e Report Televizion. Biznesmeni Ergjys Agasti qëndroi deri në mesnatë në ambientet e drejtorisë policisë Tiranës, ku agentët e BKH-s me njerë pas arrestimit bën ekzekutimin e masës arrest me burg. Agasti u ka për llogaritë SPAK pas 8 muaj arrati, i akuzuar për abuzime me tendrat e akshit, ndërsa udhtonte nga Elbasani në drejtim të qytetit bregdetar të Durrësit. Pasi ju komunikua masa e arrestit, biznesmeni u transferua në ambientet e bllokut të sigurisë, aty ku do të qëndrojë derisa të dalë para GKK-s për vlerësimin e masës. Operacioni u zhvillua pas ditën e 26 gushtit nga policia e Durrësit në bashkëpunim me SPAK, të cilët e kishin pikasur mjetin tip Audi me cilën udhtonte Agasti nga qyteti Elbasanit. Report Televizion ka siguruar dhe foto nga momenti i operacionit, ku dallohet se makina me cilën lëvizte Agasti është rrethuar nga forcat operacionale, të cilat e prangosën bashkë me ish policin e shpallur në kërkim, Uljan Shpatarakun, i cili drejtonte Audin me një vlerë 100.000 euro. Agasti është ndjekur për të paktën 40 kilometra drejt Peqinit, Rogozhinës dhe Durrësit, ku arrestua në zonën e Plepave. Ndërkohë, gjatë kontrollit të mjetit janë gjetur rreth 4.000 euro, të cilat janë sekuestruar bashkë me Audin. Ndaj Agastit, gjykata e posaçme kishte caktuar masën arrest në burg në kuadër të hetimeve për dosjen e akshit i dyshuar në krye të një grupi kriminal që përmes konkurrencës së pandershme, presioneve dhe ndekimit paracaktonte tendera në këtë institucion. Sipas hetimeve, mbi 1.05 miliard lek dhe mbi 470.000 euro janë paguar nga disa kompani në llogaritë e kompanisë EA Solution të Ergjys Agastit, përfshirë dhe gati 1 milion euro vehra të shtrenjta. Pagesat janë bërë formalisht për shërbime të ndryshme, por siç rezultoi nga hetimet, ato ishin në të vërtetë shpërblim i dhënë për fitimin e tendrave të akshit, fal lidhjeve të ngushta që Agasti kishte sipas SPAK me drejtoreshën e këtij institucioni, Mirlinda Karçanaj, dorëhequr pas marrjes së saj si e pandehur. Agasti akuzohet për të paktën 7 vepra penale, mes të cilave grupi strukturuar kriminal, konkurrencë e paligjshme nëpërmjet dhunës, heqje e paligjshme e lirisë, shkelje e barazisë së pjesëmarrësve në tender apo ankande publike, dhe më vonë aty u shtua dhe akuza e korrupsionit. Nga momenti i arrestimit të Ergjys Agastit, i veshur me rroba sportive, me bluzë e pantallona të shkurtra, troqi vëmendje një orë bardhë që mbante në dorën e tij të majtë. Nga kërkimet në internet rezulton se vetëm ky aksesor luksoz i Agastit kushton rreth 300.000 euro. Ora i përket modeleve luksoze të Richard Mille, me styre dhe seria RM6101. Richard Mille, një prej markave më të shtrenjta të orave, përfshin modele edhe më ekskluzive, veçanërisht ato të edicioneve të kufizuara që normalisht mund të kalojnë 1 milion euro, ndërsa disa prej tyre arrin në treg mbi 2 milion euro. Në një email kërcënues ka alarmuar mëngjesin e sotëm disa institucione në qytete të ndryshme të vendit. Mesazhi i dërguar nga një adresë ende pa identifikuar pretendonte se në ambientet e institucioneve ishin vendosur bomba. Me vullnetin e Allahut kemi vendosur një bombë në ndërtesën tuaj. Ajo do të shpërthejë pas 2 orësh, thuaj në emailin e dërguar. Pas alarmit, policia e shtetit nisi me njëherë kontrollet në institucionet e prekura, mes tyre dhe gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Deri në këtë moment, kontrollet nuk kanë zbuluar bombë apo ndonjë lëndë tjetër eksplozive, duke konfirmuar që bëhej fjalë për një alarm të rrem. Ndërkohë hetimet janë përqendruar tek gjurmimi i personit që qëndron pas mesazhit. Drejtoria për hetimin e krimeve kibernetike dhe drejtoria antiterrorit po punojnë për identifikimin e autorit dhe të adresës nga e cila është dërguar edhe kërcënimi. Forcat zjarrfikse janë përqendruar në qarkun e Dibrës, aty ku janë aktualisht 2 vatra aktive. Në qafë të Helmës në Bulqiz vjon zjarri në një sipërfaqe me shkurrë dhe pisha pa rrezik deri tani për zonat e banuara.
Ndërsa në Vajkal, vatra ndodhet në terren shkëmbor, me shkure dhe dëllinja. Këtu flakët janë përhapur në disa pika të ndryshme, jo shumë larg njëra tjetrës, duke nxitur dyshimet se zjarri mund të jetë i qëllimshëm. Në qarkun e Elbasanit vijojnë aktive 2 vatra, në malin e Quksit dhe në malin e Dardës. Situata në malin e Dardit paraqitet e përmirësuar. Në total, gjatë 24 orëve të fundit, sipas Ministrisë së Mbrojtjes, janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 4 mbeten aktive dhe 3 janë nën monitorim. Një tragedi ka goditur familjen Sulollari me origjinë nga Shqipëria dhe banim në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 3 fëmijë kanë humbur jetën pas një zjarri të fuqishëm që përfshiu banesën e tyre 2 kaçe mëngjesin e 26 gushtit. 4 persona të tjerë, mes tyre dhe 2 të mitur, ndodhen në spital në gjendje kritike. Alarmi për zjarrin në banesën e tyre u dha rreth orës 5:05 të mëngjesit të së mërkurës dhe kur ekipet e emergjencës mbritën në vendngjarje, gjetën 3 fëmijë pa shenja jete, ndërsa 2 të rritur dhe 2 fëmijë kishin arritur të dilnin nga ndërtesa. Pamjet e publikuara nga vendngjarja tregojnë edhe gjyshërit e fëmijëve Alia dhe Artan Sulollari të dërmuar nga tragjedia. Fotografitë e shpërndara nga USA Today dokumentojnë momente dramatike pas zjarrit dhe konfirmojnë se banesa ku ndodhi tragjedia ishte shtëpia e nipërve të tyre. Autoritetet ende nuk kanë bërë të ditur shkakun e zjarrit dhe hetimet janë duke vijuar. Ditën e sotme, Partia Demokratike pritet të zhvillojë mbledhjen e parë për sezonin e ri politik. Sali Berisha ka thirrur anëtarët e Këshillit Kombëtar që do të njihen me një platformë që synon një qasje të re të komunikimit dhe mesazhit politik të Selis Blu. Sipas një dokumenti deri tani që Report Televizion ka publikuar, pritet që në mbledhje të prezantohet një platformë me emrin Agora PD, me synim për të qenë më pranë demokratëve dhe qytetarëve. Sipas strategjisë së re, demokratët synojnë që çdo ditë platforma të ofrojë mesazhe të qarta, piketat kryesore të diskutimeve, rekomandimet e komunikimit, materiale zyrtare, koordinim nga qendra në deg, në mënyrë që komunikimi të jetë në koherencë dhe me një drejtim të përbashkët. Po ashtu do të matet kontributi se cilit antar apo funksionarit PD-s, ndërsa do të bëjë dhe monitorimi i rrjeteve sociale si dhe një analizë shqetësimi të qytetarëve në mënyrë që ata të bëhen pjesë e agjendës së demokratëve. Lëvizja e Berishës vjen pak ditë pas lancimit të platformës pas hyrë Albania nga kryeministri Rama gjatë mbledhjes së qeverisë që u mbajt në Pogradec. Tetë muaj zgjati operacioni për riadesimin e 2 grave dhe 3 fëmijëve që shkelën mbrëm pas mesnatë tokën shqiptare. Ministri Lamallari tha për Report Televizion se për shkak të kompleksitetit operacioni zgjati 8 muaj. Ministri deklaroi se shteti ka marrë informacion për të tjerë shqiptar në kampet famkeqe të Siris dhe po bën përpjekje për t'i larguar nga zonat e rrezikut. Muaj të tërë për identifikimin, vendosin e urave të kontaktit, deri tek fluturimi i sigurt për të sjellë në atë dhe Hajrie Taushanin dhe Myrvete Dibron, si dhe 3 fëmijë të moshave 9 deri në 17 vjeç. Ministri i Brendshëm Besfor Lamallari thotë se u deshën të paktën 8 muaj për operacionin e vështirë të riadesimit. Këtë operacion kemi rreth 8 muaj që kemi angazhuar pasi strukturat e Ministrisë së Jashtme në bashkëpunim me partnerët tanë strategjik, po ashtu edhe në bashkëpunim me autoritetet siriane, por edhe strukturat e Ministrisë së Brendshme antiterrori e tjerë, për të bërë të mundur komunikimin me ta, koordinimin, rakordimin, marrjen e dakordësisë për të ardhur këtu. Ministri shpjegon se pas suksesit të riadesimeve fshihen përpjekje të mëdha për të larguar nga zonat e rrezikut shtetasit shqiptar. Kushtet në cilat gjenden këto kampe sigurisht është shumë e vështirë të identifikosh fillimisht këta persona. Jo të gjithë personat në kamp janë bashkëpunues me autoritetet,
përfshirë këtu ka pasur dhe element shqiptar të cilët kanë ndikuar dhe në tratativa që ka pasur shteti shqiptar përmes bashkëpunimit me partnerët dhe me organizata të ndryshme ndërkombëtare për të bërë të mundur kontaktimin e tyre dhe kthimin e tyre. Për të tjerë shqiptar atje po bëhen përpjekje për t'i shpëtuar nga kampet famkeqe të Sirisë, një pjesë të cilëve janë identifikuar e me një pjesë tjetër kontaktet janë vendosur. Rreth 1/6 e personave të cilët ne mendojmë që kanë mbetur ende në këto kampe, sigurisht janë të identifikuar nga autoritetet përgjithëse, si strukturat e antiterrorit, si strukturat e sigurisë tërësi, dhe nuk do të rreshtin derisa të bëjmë të mundur dhe rikthimin vullnetar, sigurisht të çdo shteti shqiptar që gjenden atje. Ministri thotë se strukturat shtetërore nuk e mbyllin punën e tyre vetëm me riadhësimin, por kujdesen për sigurinë dhe reintegrimin në shoqëri të gjithë atyre që kthehen nga kampet. Nga sot në QSUT do të ofrohet shërbimi i trombebotisë mekanike, një ndërhyrje që përdoret për goditjet ishemike në tru. Përmes kësaj procedure, mjekët mund të ndërhyjnë për të hequr piksjen e gjakut në tru, një ndërhyrje që shpëton jetë. Pajisjet e reja do të mundsojnë gjithashtu diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të tjera të enëve të gjakut të trurit, përfshirë dhe aneurizmat. Një nga teknologjitë kryesore është angiografia digjitale me substraksion e njohur si DSA, e cila u jep mjekëve pamje të detajuara të enëve të gjakut dhe i ndihmon gjatë ndërhyrjeve. Gjatë inspektimit në ambientet e reja, Ministria e Shëndetësisë e Visala tha se shërbimi i ri do të funksionojë 24 orë në ditë, ndërsa pritet të mundsoj rreth 200 procedura të avancuara. Brenda vitit pritet të nisin punimet për ndërtimin e autostradës Kashar-Rokozhin me gjatësi 33.5 km që është pjesë e korridorit blu. Ministri i Infrastrukturës Enea Karakaçi njofton se është miratuar projekti i zbatimit dhe e tha se do të nisi menjëherë shpronësimet për t'i hapur rrugë ndërtimit të autostradës. Ministri thotë se kjo autostradë kategorisë A do të krijojë një lidhje të drejtë për drejtë veri-jug, duke ndihmuar në lehtësimin e trafikut në autostradën Tiranë-Durrës. Kjo autostradë e re që nis në nyjën e Kasharit dhe përfundon në nyjën pranë seksionit rrugor Prepa-Rogozhin, është projekt i dhënë me koncesion për 35 vite dhe do të kushtoj 474.8 milion euro pa TVSH. Ashtu si dhe segmentet e tjera të korridorit blu dhe kjo autostradë do të jetë me pagesë për qytetarët pasi të hapet për operim. Të shkojmë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Shëmbledhja, që përmbahet e KAS, Shëmbledhja e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, ku pritet një vendim për kryebashkiakun e Kuçovës pas padis Lefter Maliqit. Shkojmë dhe ndjekim këtë mbledhje që sapo ka nisur. Mandati mbaroi dhe nuk bën para kohë. Tani nuk po bën Rogozhin që ka 3 muaj, 4 muaj vendi vakant, jo më të bën në Kuçovë. Kështu që kërkojnë nga ju thjesht zbatimin e këtij ligji siç është shkruar e bardha me të zezë, sepse vetëm rasti ka imakur, po përmendim ne, në momentin që është dhënë vendimi i KQZ-s, që është më lehtë se rasti konkret, ka qenë i padënuar në ato momente, me fjalë, ka qenë i pafajshëm dhe përsëri la mandatin. Kjo është, kërkojmë pavlefshmërinë e mandatit, kërkojmë shkarkimin e menjëhershëm nga detyra, edhe me qenë se kemi në kryetarin e bashkisë, të rri dhe ky ca kohë se gjuna kryetar bashkie me fjalë deri në zgjedhjet e ardhshme. Faleminderit, vendimi është juaj, sido që të jetë, ne do respektojmë sepse nuk kemi ndonjë përfitim se zgjedhjet do të bëhen njësoj në majin e ardhshëm. Faleminderit. Po ju faleminderit, avokat. Po, pasi jemi njohur me vendimin 46, ne kemi bërë ankim dhe vendimin 46 i komisionerit parashikon se përderisa thot komisioneri Shteta si Kreshnika Ajdari është dënuar me punën në interes publik dhe sipas nenit 63 me ekzekutimin e këtij vendimi dënimi është i paqënë,
atëherë, sipas tij, shtrihen efektet e ligjit edhe në ligjin për dekriminalizimin. Ky arsyetim që ka bërë komisioneri, pra eliminon automatikisht mundësinë e zbatimit të ndalimeve të parashikuara nga ligjin që unë nuk e kuptoj se ku e ka gjetur komisioneri këtë interpretim. Për mendimin tim, ky interpretim jo vetëm është i gabuar, por bie ndesh me ligjin, sepse nëse ne do t'i referohemi legjislacionit dhe pikërisht neni 2 të ligjit 138 të vitit 2015, shkronja që parashikon se ka ndalim ligjor një person i cili është dënuar me jo më pak se 6 muaj burgim. Por nëse ne do të referohemi vendimit të zotit Kreshnik Hajdari, vendimi nuk është në 6 muaj, por është 9 muaj burgim. Pra, dënimi përfundimtar i tij është me 9 muaj burgim. Pastaj, përfitimi nga e drejta që është ulur me 1/3 që ka dalë në 6 muaj dhe mënyra e ekzekutimit më pas, sepse neni 63 nuk ka të bëjë me arsyetim në lidhje me dënimin, pra nuk e ka thënë gjykata që ky është i pafajshëm, por ka thënë që ti je fajtor, i dënohesh për këtë vepër penale dhe në bazë të neni 63 në lidhje me ekzekutimin dhe mënyrën e vuajtjes dënimit është ky lloj dënimi. Pra, deklarimi fajtor, ai ta heqim fare pastaj meqense sipas zotit Celibashi nuk duhet është i padënuar. Atëherë, kë do marrim të mirëqen? Interpretimin jo logjik të zotit Celibashi apo do marrim vendimin gjyqësor të formës prerë? Kjo për sa i përket vendimarrjes. Në lidhje me praktikën që pretendohet se është zoti Qerim Ismaili dhe na është bërë si vendim unifikues ngado që shkojmë. Kemi shkuar në 4 herë në KQZ dhe KQZ 4 herë na ka përmendur vendimin e zotit Qerim Ismaili. A mundet të merret praktik një vendimarrje e një organi administrativ? Për mendimin tim jo. Çfarë thot gjykata e lartë? Gjykata e lartë thot në vendimin me numër 1569 të datës 24/7/2023 është vendim i kolegjit të gjykatës së lartë. Në pikën 21 të ligjit thot ligji 138/2015 për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen dhe emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Në nenin 1 të tij përcakton se qëllimi është që të garantojë besimin e publikut në funksionimin e organeve zgjedhura shtetërore. Me këtë vendimarrje që është vendosur për zotin Ismaili, se ne nuk po gjykojmë Ismailin, po gjykojmë Kreshnik Hajdari. Në rasti konkret nuk është e njëjta praktik, nuk është proceduar në të njëjtën formë, pra është ndjekur apasapi, ka tjetër procedurë atje. Dhe nëse ne do të referohemi këtij fakti, pra që një person që aplikon për të zgjedhur, a mundet është frymëzim i ligjit ky apo i institucioneve shtetërore që duhet të mos i penalizojnë persona sepse vjen kushdo nga rruga, nuk i deklaron dhe u amnistoka gjatë procesit. Jo, ligji duhet zbatuar pik për pik. Nëse do të referohemi kësaj dispozite, përcakton në mënyrë të qartë se kanë ndalim personat, pra po vazhdojnë te vendimi i gjykatës lartë, kanë ndalim personat e dënuar ndaj të cilëve janë marrë masa siguria apo dënuar me vendim për kryerjen e krimeve, në rasti konkret. Nëse ne do të referohemi, vendimi të zotit Kreshnik Hajdari është i dënuar për kryerjen e një krimi, sepse është dënuar në bazë për nenin 190 paragrafi 2 dhe kjo dispozit nuk e thot nëse është dënuar me punë interes publik duhet vi këtu edhe të gënjej. Jo, pra qëllimi është që të jetë një person të deklarojë, janë institucione shtetërore ato më pas që vlerësojnë se ky person i plotson kriteret apo si plotson kriteret për të zgjedhur. Po deri në këto momente ne vlerësojmë që është detyrim i personit që kandidon të plotësojë formular të rregullt. Nuk thot ligji mos e plotëso të rregullt dhe amnistohesh, po plotësohet në mënyrë të rregullt. Dhe nëse do të referohemi pikës 22 të këtij vendimi, pra vendimi i gjykatës lartë, referuar përmbajtjes së formularit të vetdeklarimit, i dalë në zbatim të ligjit 138/2015, i miratuar me vendimin 17 vitit 2016 të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kolegji vlerëson se subjektet deklaruese që përcaktohen në këtë ligj kanë detyrim të përcaktojnë në formular çdo dënim penal të formës prerë, të dhënë nga autoritet gjyqësor shqiptar apo i huaj, pavarësisht llojit
të veprës dhe masës së dënimit të dhënë. Madje në rubrikën marrje dëni për efektet mbi formularin e deklarimit parashikohet se pasqyrimi i të dhënave të rreme në formular përbën vepër penale dhe njëkohësisht konstaton pavlefshmërinë e formularit. Tani, qofse ne kemi një formular të pavërtet dhe qënka që çdo person që mundet të jetë kandidat për të zgjedhur të jetë pa formular, atëherë nuk e di domethënë se ky ligj nuk duhet të jetë më funksional. Njëkohësisht, dhe në pikën 23, kolegji vlerëson se qëllimi i ligjvënësit, miratimin e ligjit 138/2015 për garantimin e integritetit personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike, lidhet me detyrimi ligjor subjekteve të këtij ligji për të deklaruar të dhënat e kërkuara, duke përcaktuar edhe se ku konsiston ky deklarim duke e strukturuar në disa kërkesa specifike kategori të veprave penale. Këtu futemi pastaj te kategoritë. Gjë që ne jemi jo vetëm se ka deklaruar, por jemi dhe te ndalimi, siç e kam përcaktuar edhe në ankim. Për këto arsye edhe në pikën 24 të këtij vendimi, kolegji vlerëson se detyrimi i caktuar ndaj subjekteve të ligjit në formularin e vetë-deklarimit është brenda frymës së ligjit. Qenia i dënuar i një subjekti me vendim jo përfundimtar apo përfundimtar për krimet e kryera të parashikuara sipas ligjit 138 përbën shkak ndalues për zgjedhjen ose emërimin e tij në organet e zgjedhura. Pra, mendoj që ju apo edhe komisioneri nuk mund të bazohet në një praktik të krijuar nga vetë ai, kur këtu kemi disa praktika që zoti Maliqi i parashtroi, kur është vendimi i gjykatës lartë. Dhe unë mendoj që vendimet e gjykatës lartë janë detyrues për vetë palët proces dhe për institucionet. Në rasti konkret, ne jemi përpara një rasti që jo vetëm se është ndalim, por kemi dhe një formular i cili është i pavërtet, sepse për vetë se ligji e ka përcaktuar në mënyrë qartë që edhe është dhe me vendim penal të formës prerje dënuar që kemi një formular të pavërtet. Unë të vendim kërkoj që tjetë pjesë e dosjes dhe kërkojmë pranimin e ankimit dhe mbarimin e mandatit të zotit Vajdarit. Po, ju falenderit. Atëherë për ekonomi për ja fjalën personit të interesuar, për avokatit të zotit Hajdarit, dhe më pas në fund do ta ketë fjalën në fundit KQZ. Po, falenderit nderuar. Ne parashtrimet i kemi me shkrim. Në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të zotit Krishnik Hajdari, ne kërkojmë prezimin e kërkesave ankimore numër 2 dhe 3, paraqitura nga Partia e Lirisë dhe nga zoti Lefter Maliqi, si të papazuara në ligj dhe në prova. Si dhe lënë në fuqi të vendimit me numër 46 datës 1/7/2026 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Vendimi i komisionerit është një vendim i drejtë, i mbështetur në aktet administruara dhe në një interpretim korrekt të ligjit me numrin 138/2015, si dhe të nenit 63 të Kodit Penal. Së pari, pretendimi kryesor i ankuesës lidhet me dënimin penal të zotit Krishnik Hajdari dhe me pretendimin se ky dënim duhet të sjellë humbjen e mandatit. Por nga aktet rezulton se gjykata e posaçme ka pezulluar ekzekutimin. Mirë, kemi mbritur në fund, lajmet tona i gjeni në shqiptaria.com.